arritja e një shikimi 100% nëpërmjet syzes, do sjell që nuk do kemi më një fëmijë i cili irritohet shpejt, një fëmijë që mund të ketë probleme me përqendrimin, një fëmijë që ka një performancë të ulët në mësime, sepse fëmia ku nuk e dallon mirë tabelën, ndonjëherë dhe pa vedije, se jo gjithmonë, pra tham, një pjesë e fëmijëve arrin ta kapin këtë problem, por jo gjithmonë të gjithë fëmijët arrin ta evitojnë, kjo varet nga mosha, varet nga shumë faktorë. Pra, ndonjëherë pa vedije është kjo gjë. Pra, në momentin që do orientohet mirë me shkrimet e mësuesës në tabelë, natyrisht që do kemi një rritje në performancën intelektuale në mësime në shkollë, pra. Pra, është një po ta vini re, është një rreth, një zinxhir ku hallkat tërheqin njëra tjetrën, pra çështja e shikimit tek një fëmijë nuk është aq e thjeshtë. Kjo sjell probleme sociale, fëmia mund të distancohet nga shokët, nga shoqet, sepse nuk e kupton dot çka ka që nuk shkon. Pra, mund të ketë probleme, fillojnë dhe probleme të caktuara psikologjike. Kjo mosgjendje e mirë sociale e fëmisë, dhe shkëputja nga ana e mësimeve dhe shokëve dhe shoqeve, ku fëmia nuk i jep dot një kuptim kësaj pse ka ndodhur kjo. Pra, kjo sjell edhe ngarkesë psikologjike tek fëmia. Dhe natyrisht çdo gjë te fëmia është më delikate. Kështu që nga një problem me shikimin lindin disa probleme të tjera të mundshme. Pra, edhe kur prindi shikon që papritmas fëmia është bërë agresiv, ka filluar të distancohet, irritohet më shpejt se zakonisht, ka një rënje në mësime. Pra, edhe këtu kjo është që këmban alarmi dhe duhet adresuar çështja dhe nuk ka as të keqe nëse drejtohet drejt një vizite të specializuar dhe natyrisht mund të ketë shkaqe tjera, por të paktën në këtë aspekt prindi e di që është i qetë. Pra, e di që e ka ezauruar pjesën e vizitës së syve dhe pastaj mund të adresuar problemet e tjera me radhë. Pra, se nuk është absolute, nuk po themi që është vetëm syri që i sjell këto, pra çështja e shikimit, por të paktën është një ndër arsyet themelore që ku mund të dyshohet.